Vërtet, po. Po, kryeministri si ti, domethënë një edhe antar i lëvizjeve vetëvenduese. Po. Kryeministri Kurti, domethënë, është fetar se kemi po her pas here që kur thirret ozoni, domethënë ajo është dalë her pas here në fushata. Ja, du të kuptuar drejt. Në botën akademike nuk ka fanatizëm fetar. Te shqiptarët edhe më pak. Ndërka që formimi intelektual i bën që t'jenë më kritik, më qërtues, dhe dyshues për shumë çka, për shumë prej fenomeneve. Çështje tjetër është respekti që njerëzit kanë për të tjerët që janë besimtarë. Dhe në rastin konkret, ai kur thirret ezani, respekton bashkëvendasit, bashkëkombasit tanë dhe ndalë aktivitetin. Po nuk do të thonë që beson. Nuk është e thënë që të besoj ose të mos besoj. Është çështje individuale e tij, madje shikojmë ra. Kjo çështja e besimit është ekskluzivisht private. Absolutisht, po me që jemi në emision se kështu s'ke drejt bilas me vetë njëri. Pikërisht. Ndërkaq në botën e perëndimit ti pyetësh profesorët, a beson as beson ose kryeministrin, politikan, është paksa fyrje inteligjencës ti. Absolutisht. So është diçka intime. Një është intime, dy formimin intelektual ti e ve në pikë pyetje. Po. Me që jena në emision do më të vetë tyje. Ti do më thonë se e di që rrjedh prej një familje, do më thonë që... Unë rrjedh prej një familje sufiste, po që ka një përafërt me katolicizmin. Me katolicizmin. Në kuptimin... Cilin tarikat? Në kuptimin e pemës gjenealogjike, sepse i fundmi katolik i familjes time është preka. Dhe që është e vërteta shumica e shqiptarve, nuk kemi më shumë se 4-5 breza ventosh, eventualisht 6-7 breza. E tarikat? Çfarë tarikati? Familjarët e mi janë pjesë e sufizme respektisht, po nuk e praktikojnë shumica prej tyre, tarikati Saadi. Saadi, ata nuk shpuhen kështu, shpuhen fytyrat ata ju. Një pjesë e mirë e tyre nuk e praktikojnë diçka të tillë. Nëse zgaboj kaderi, tarikati kaderi e kanë. Unë nuk jam marrë me atë çështje, vërtet nuk e di. E ju personalisht prof se është keq më të vetë, po të vesë ata se me që islam edhe politika, do të më të vetë patjetër. Jo, unë jam politolog me profesion, me thirrje akademike dhe për një politolog të mos ketë njohuri për islamin politik, për kryqëzatat politike edhe të krishterëve kundër islamit, sepse këto janë pjesë e historisë politike, do t'ishte gati thuajse e pa kuptim. Po jo, a jeni si shoku juaj palështufi ateist apo ju? Palin unë e respektoj jashtëzakonisht shumë, është një mendje ndritore jashtëzakonishme. Absolutisht, është intelektual i vërtet. Dhe një prej intelektualëve që befason vazhdimisht. Është Poli. Po, është fatkeqësi se për shembull në Tiranë ti thush dikujt se je ateist, ata e marrin krejtësisht normale dhe e pranojnë.